Brenda shtëpisë së Big Brother VIP5, banorët u përballën me një sfidë të vështirë, të qëndronin me këmbë në akull sa më gjatë të mundnin. Dhimbja fizike ishte e madhe, por tensioni emocional ishte edhe më i fortë. Rogerti provokoi Malin me një pyetje të ndjeshme. Kush ta ka bërë jetën traumë, mami apo babi? Mali qëndroi i qetë dhe nuk ju përgjigj, duke treguar durim dhe maturim. Pas orëve të tëra, vetëm 5 banorë mbetën dhe u përballën me një zgjedhje të vështirë. Të ndanin çmimin prej 2.000 eurosh për person ose t'u jepnin të gjithë njërit. Gara përfundoi duke treguar jo vetëm forcën fizike, por edhe lojën psikologjike dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë.